Pra, kjo qeveri ka ministri për punë, familje dhe vlerat luftës qërimtare, ka një qasje 3, është e strukturuar edhe afatgjatë për familjen, më lejoni t'i përmendit çka ka 3 në këtë ministri, është themelimi i departamentit për politika familjare, si mekanizëm qendror për zhvillimin dhe koordinimin e politikave familjare, pastaj zgjerimi i shërbimeve sociale në nivel lokal, përmes mbështetjes konkrete për komunat dhe organizatat që ofrojnë shërbime për familjet nevojë 2.5 milion euro në vit, mbështetjen e aktivizimit grave në tregun e punës përmes programeve si Superpuna për gratë, me qëllim forcimin e pavarësisë ekonomike të grave dhe rritjen e mirëqenies familjes, mandej ndërtimin e fondit sigurimeve shoqërore, i cili garanton mbështetje të qëndrueshme financiare për familjet përmes mbulimit të pushimit të lehonisë dhe prindror për të dy prindrit, si dhe mbrojtjes në rast të humbjes së vendit punës, mandej ndërtimin e modelit One Stop Shop që ka me centralizu dhe thjeshtu qasjen e familjeve në shërbime në zyra lokale, pra sa më pranë tyre, zhvillimin e politikave për banim social dhe të përballueshëm për familjet, si një nga shtyllat kryesore për forcimin e stabilitetit familjar dhe adresimin e sfidave demografike. Këto masa janë pjesë e një vizionit të qartë të kësaj qeverie, familja në Kosovë të ndihet e mbrojtur, e mbështetur dhe e përfshirë realisht në zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit. Çdo gjë që bëjmë është në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kur do të ketë nisma, kur do të ketë propozime për ndryshim të tij, atëherë do të mund të diskutojmë ato. Mirë po, tash unë po tregoj se çfarë kemi bërë dhe çfarë po bëjmë për të gjithë qytetarët pa dallim.